Arsen Kodra. E moj zog, sa reqi peta në ilon shkarkove. Nein, Interklub. Oh, Interklub, po, ajo atje, po dama niks. Das ist Wurst. Auf Wiedersehen. Ja, more djale, kam një laf me ty. Ç'llaf? Laf nish prodhimesh apo laf nish gome? Laf një shporti. Aha. E, Jam në dispozicionin tënd. more djali mbarën. Pse nga trojsh ti me marinarët e huaj për punë damash, për, Të faleminderit. Më falni, ju mos jeni gjë polic? Po po që nevoja dhe policëve. Dokumenta? Ora unë flas me ty si njeri. Kujti bëti ti? Tale more të meritesh! Mos kallove? Dhe qiko, i që duhet që ti thuj turit... Dashke dhe dama. E para, me marinarët e huaj mos u tallë me vendin tënd. E dyta, asaj vajzës mos i bjerë me një qafë, dhe e treta mbushu dhe mos ta shoh më suratin. Aj, shtuku! Jo këtu, do shkosh pak deri në pikë me shokun Zylo. Hapësit mos u vëna. Të më falni, po unë varem nga shoku Sokrat? Kam biseduar unë me shokun Sokrat. Të më ndjeni, po unë vetëm shkresërisht e njoh shokun Sokrat. Verbalisht nuk e njoh. Ardha. Bindem unanimisht. Ai në moment sa të laj pak duart. Unë s'dua t'ja prish qefin shokut Sokrat, se të më falni, po kolektivi bigës tuaj mua nuk më pëlqen. Lene me lafet. Nuk kam me dërë kolektivi jonë ta gjykosh sot rote. Ku është ai? Ja, tje, kapitan, po spret. Gjetu lartë dhe kontrollo Vinçi. Vinçi është gati. Ka teknik specialist si rregullojnë këto punë. Ky nuk është remont kapital, ka gjetim ta bëjmë dhe vetë. E pam se gjithim të bësh. E ke bërë çorr. Gjetu vi. Ky lloj tekniku është i tep. Këtu urdhëroj unë. Shoku Sokrat, më thoni që të bëj? Ju duhet më shpëtoni? Unë? Që unë këtë mes? Ty gjyqin të ka bërë kolektivi? Unë tani? Po edhe unë se kisha të lehtë kur gjurmoja Azemin me artën qoshem qosh. Po mos më trego prava ti mua se jam shoku jotun. Tralla? Do e mos, ta shti që Azemi ta përlau artën. Shhh, mos përtit se t'gjojnë. More, po do të përtas. Do të përtas që t'shke me te që ta marri vesh i gjithë porti kush jeti. Ti është rrugaq! Ka shumë të drejtë kolektivi! Ti duhet të edukosh! Tiga dhe shokët janë në rrezik, më duhet rimorkator. Ha? Jo, nuk mundë. Në këtë motë nuk lëvizim më. Ehi, come vai? Buongiorno signori! Ehi! Salute! Salute a tutti! Buongiorno signor Lambi! O, mi salve. Solo Molin, Flaka, Cartolina, Gramafon. Shumë mirë, shumë mirë. Signor Valeta! Pronto giovanotti? Si është dansi? Oh, dance! Permesso? Me le dama? Basta? Oh, benvenuta signorina. Vi prego. Che desiderate voi? Io voglio un libro, signore. Con piacere. Io non dua libro, io dua cartolina. Pronto, fanciulla? Noi abbiamo delle cartoline le più belle del mondo. Ja, këtë jashtë folesë, fonsim nuk e lëshon nga dora. Më jepni bia e mallkuar. Bene. Si të dëshironi më bia e Zoti Krishti thon. Edhe gogomelët, edhe trastuara, edhe gruaja më e bukur. Kurse unë i dua të gjitha këto kartolina. Bene, signor Valeta? Bene, fanciulla. O, Zoti Alberto, kur u kthyet? Mbram.
Ju si vini këtej? Fare mirë. Prapë me karvan? Jo, me makinë nga Elbasani. Isha edhe në Tiranë. Po, dyqani ynë pse është? Oh, signor Alberto, benvenuto. Më falni, po zonjushat doni të blini libra dhe... Zonjusheve simpatike u pëlqen shumë muzika. Oh, shumë, zotja Alberto. Pa të shohim se ç'libra keni zgjedhur? Vajza të gjuar, a? Molto. Si shkon tregtia? Me libra dhe kartolinat shumë mirë, zotja Alberto. Kurse me plakat? Po do e mos? Po të merresh më shumë me vajza simpatike se sa me tregtin? Jo, signore. I duan plakat me këngë të vendit. Premtojeni, Valeta. Premtojeni. Do t'i kenë shumë shpejt. Valeta? Tu muzika jon ditë natë. Qartë. Si urdhëron zoti Alberto. Gra, si do që të ndodhë, unë ndërgjegjen e kam të pastër. Kulmi! E, amore, me gjithë ndërgjegjen tënde. Mos ta bëj teatro, Borgjes! E s'punosh! Pise veng, hajde! Borgjes. Qështë? Nuk jemi të gjithë, Borgjes. Ju lutemi kontrolloni fjalët. Bukur. Ska hiq. Dite natë për para mikrofonave. Do lesojmë lajmet e vjetra, dhe pas çdo lajmi, do themi të nga një gënjeshtër. Nga një gënjeshtër. Po mjaftë dhe, mjaftë oj çmendur. Me gënjeshtër. Plaç në vend. Me gënjeshtër. O Perëndi, ç'është kjo? Janë Robert Gjerman. Tu duhet t'i ngjitemi qafës, që t'i dalim fshatit përsipër. Hinauf klettern! Shpresim, ata janë. Duhet sulmuar një herë shqiter fshati. Wer ist hier das Haupt? Kush është më i madh këtu? Këto të gjithë të mëdhenj jemi. Ti je kryetari i këshillit? Unë jam. Kom hier. Kom. Afro. Nein! Besoj se do merremi vesh. Çfarë është kjo abedi? Deklarat që kërkon të heqim dorë nga këshilli dhe nga lufta. Ne i japim për të fermosur. Mirë, si shumë e trash kjo letra. Edhe me nder këtyre shokëve të mi, kjo as për atje nuk bën. Nuk bën. Es ist Splosen. Ihr habt unser Kriegsgesetz angegriffen. Alle ihn richten!
Schnell, shpejt. Das letzte Wort. Oficeri kërkon të dëgjoj fjalën tuaj të fundit. Na ikni prangët dhe mos na i lini syt. Gut. Ti o popull lam të mirë, me një shqipëri të lirë. Ti o popull lam të mirë, me një shqipëri të lirë. Jemi trima shqipëtarë, plumbin e presim në balla. Kemi lindur dhe do vdesim këtë tokë. Oje! Shniker, shikojeni këtë Eros. Më duket se është vepra që ka botuar Paçi. E mahnitshme. Me të vërtet e mahnitshme. Një original i shkollës praksis italiane. Sikur ti çmurosnim këtë antika, zoti Hessler. Urata nuk besoj të ketë në një kundërshtim për këtë. Mund t'u ablem. Nuk është nevoja, zotëri. Psallti ka shumë pamorosra si këto. Urdhëroni, zotëri. Pas Erosit, ja edhe Afrodita. Dhe të gjitha këto vlera janë grumbulluar pa filluar ende gërmimet. Bukur, zoti Shniker. Tashti e kuptoj pa durimin tuaj. Një qytet po thuaj se i virgjër, i pa eksploruar. Më duket edhe aq, zoti Shniker. Kjo që shihni, as që mund të krahasohet me pjesën e padukshme, zoti Hessler. Një qytet i madh, i rënë siç thotë edhe Ciceroni. Apo jo, zonja Kepler? Magna urbs et gravis. Mrekullia e vërtet që ndron e fshehur nën tokë, zotëri. Poshtë janë monumentet, shtatoret. Çuditërisht, zotëri. Nga një herë ato dalin ashtu, pa pritur. Ja, tek fillimi i asaj jarës aty duket koka një statuje. E çuditshme, Kepler. Jo vetëm kaska e tij, po edhe tiparet, edhe mënyra e punimit dallojnë nga qytetërimi greko-romak. Se çkan diçka të veçantë, të panjohur për mua. Nga një anë duket sikur është etruske, kurse nga ana tjetër nuk di ç'të them. Ka të ngjartë jetë vendase, Shniker. Kjo përkrenare është e njëjtë me atë të monedhave ilire të Skotrës. Mund jetë edhe ashtu, po atëherë nuk na mbetet gjë tjetër veç se të pohojmë që kemi të bëjmë me një luftëtar i lirë. Me një luftëtar i lirë që është ndeshur me romakët. Tani romakët e ri mund t'i thuaj vetëm perandoria juaj, zotëri. Sa e pamëshirshme është koha, Wolf. Ja, edhe vetë gurin e gërryen. Kjo statuje duhet jetë punuar 2000 ca vjet përpara. E megjithatë, gropat mbi supe nuk ja kanë prishur hijeshin. Nuk janë gropa ato, zotëri. Ja. Gojdhena thotë se këto janë plagët e luftëtarit. Në korat e vjetra, në korat që nuk majnë mend ato, thonë se këtë truall e kanë shkelur të huajt. Mirë po kur ikën, e grabitën. Ç'mund të bëjmë me kaq pak, Wolf? Ku ti taktoj më parë? Nuk pranojnë të vinë, zoti Toger. Pandej se hapin varret e të parëve tyre. Do me thënë se dikush u fry në vesh. U thoni që nuk do të gërmojnë varet e reja, po të vjetrat dhe për pagesën. U premtoni mirë. U morën vesh? E kanë grabitur me kujdes. Ata kanë ruajtur çastin e fundit të gërmimeve dhe kanë marrë. Ç'mendoni për këtë, zoti Shniker? Unë jo kam shprehur edhe herë tjetër dyshimet e mia, zoti Hessler. Italianët janë shumë të interesuar për këto antika, dhe jo pa arsye. Sepse gjurmat të dyndjeve romake gjenden edhe në këto anë. Dhe me anën e tyre ata duan të vërtetojnë perandorinë e hershme edhe të rend. Po jo me luftëtarin i lirë. Ai atyre u kujtonte diçka nga lufta, nga historia. Ndoshta kinë të drejtë. Sepse edhe vendasit kanë thurur një legjendë për të.
Në këtë çështje kanë gish shqiptarët, zoti Shniker. Pra ju, zoti Hessler, dyshoni tek shqiptarët? Unë nuk dyshoj. Jam i bindur. Të gjitha faktet çojnë këtu në fshat. Zoti Andrea, mos na detyroni të humbasim turimin. Tregohuni më jashtësh. Ne nuk kemi interesa të kundërta me ato shqiptarëve, zoti Andrea. Ja për shembull. Ju keni vendosur në shtëpinë tuaj antika me mjaft vlerë. Kjo në një farë kuptimi nuk është gjë tjetër veç se një ekspozim, apo jo? Po nuk është për të ardhur keq që vlera të tilla, apo të tjera si këto, të humbasin kot, dhe të mos shohin dritën e vërtetë të muzeumeve tona të Vienës? Drita e tyre e vërtetë ndodhet këtu. Më falni zoti Franc, po nuk është nevoja. Statuja ka përmasat e njeriut zakonshëm. Këtu nuk është fjala thjesht për statuen ilire. Zoti arkeolog, po duhet parë puna më thellë. A, zoti Andrea? Erdhët. Bët shumë mirë. Wolf? Mësuesi do të punoj pranë meje. Ju falemderit. Më mjafton një kazëm dhe një vend aty në mes fshatarëve. Si të dëshironi. Zanel, erdhi Skënderbeu? Jo, zoti Vurko, po besoj nga çasti në çast duhet vi. Më duhet ta pres patjetër. Të gjithë jemi të detyruar ta presim. Pa çka se jemi të zënë me punë shumë të mëdha. Cili është ky bre Zanel? Si, se një ke këtë? Po zotëria është doktor Adhamudhi, nga Frashëri. Të nga tjeta, zënjush e nderuar. Si jeni? E si të jem, Vurko? Kam kaq kohë që përgatitem për një të papritur. Për një të papritur? Po. Më falni zënjush, po... Cila është kjo e papritur? Nuk e merrni me mend, zoti Vurko? Po. Edhe e marr sepse... Edhe vetë kam kaq kohë që përgatitem për një të papritur. Ç'koincidencë e bukur. Dy njerëz në të njëjtën kohë presin një të papritur. Këtë radhë ju kam sjellë vargje nga Goethe. Nga Hugo. Besoj i lexuat ato që u dhash. Vetëm vargjet e para. Po, sepse të them të vërtetën, ato ishin kaq të trishtuara, sa që kur i lexoja më vinte vetëm të qaj. Të qaj. Pa pushim të qaj. Më ndjeni zonjush? Dhe në është se ju lëndoj në zemrën, atëherë unë nuk po ju sjell më. Po nuk më thatë se për cilin ishte ajo e papritur. Ja, kjo është e papritura. Ç'është aty? Fjalimi i Skënderbeut mbajtur në Stamboll. Dhe kujt i bëhet kjo e papritur? Skënderbeut. Ai pritet bëj një vizitë në shtëpinë time. Mirë po çedo. Disku që kam është me xhiro të ngadalshme. Dëgjojeni, ju lutem. A ndëgjoni? Jo. Nuk merret vesh fare se çfarë thot. Jam të mirë, zonjush e nderuar. Vargjet, zoti Vurko? Po, kam frikë se ju trishtojnë akoma më tepër. Miru pafshi. Dua që të më bësh një shkrim për një të vdekur të madh. Pse ka vdekur në një tjetër i madh? Jo, s'ka vdekur ende. Po atëherë ç'kërkon? Prit sa të vdes. Unë pres, po spret ai që e do. Cili është ky brezener? Një që s'është as grek as turk, as slav as latin, po ka pak nga të gjithë këta dhe asgjë prej shqiptari. Po kush na që na mbahet me të madh sikur po i digjet zemra për Shqipërinë tonë? Një shkronjëtor i dëgjuar, një shëronjë si ai. Mos u shty më tutje. Doktor Adhamudhi. Mes nesh të mbetet zoti Vurko, ai është. Kërkoni vdekurit të di se çdo të thon për të pas vdekjes. Higjori. Do të di nëse është apo jo dordolec.
Ti kur disim një lodër këtij sharlatani Zenel që ta mësoj mirë të vërtetën. Ashtu të bëjmë zoti Vurgo, një lodër që të gajasim, po të them dhe një çudi, doktori zgjidhi që sen më dha një megjide. Si morë, të paska dhënë një megjide ai kornat? Po përbes, po prandaj dhe ja mora, sikur i çkula 100 me derrit. Hiç mos u bëj merak Zenel. Tani vaja që ndis më një herë shkrimin. Siç e di vet zoti Vurgo. Ha Zenel. Qysh ta them zoti Vurgo? S'po ta them dot. Ha bre Zenel thuaj. Po ja dua një shkrim për një vdekje që të cofton zemrën, zoti Vurgo. A lërna me këta drejtë. Ti je, jam shumë i zënë. Ama zoti Vurgo, se këtë radhë e kam për një zonjëse. Për cilën zonjës, bre Zenel? Kur ta them, zoti Vurgo, do të këputet shpirti. Për një sy shkruar e mes holl që rend pasabetare sa dhamullit. Zonjë Zalulushi. Dora vet. Lere se shdo vej, zoti Vurgo. Lulushe, u dhe në nudhë, shtu desh me adhamu. Me gjitha të Zenel, për një yll të bukur si Lulushi, duen thënë ca fjalë të bukura. Pa tjetër, zoti Vurgo. Punë e mbaruar, eja pas pak të marrësh. Vije marrë me njerë, zoti Vurgo. Po ju mërë, punojshtë administracinë e për mulliqinj. Qmiri lëngosu kështu si klauna cirku. Po vinim sahatin shoku koli. Po vinit sahatin, jo. Po e dini shpo përretën dhe matana për jo? Nuk e din. Jo, po ta dini. Mbaj, Sami, ta zbresin poshta. U pa kjo punë. Më shpejt, A më shoqja Moza, prap me ndonjë ankesë të re? Të lutem shumë Samin, Alen, nuk e shikon si ç'po bëhet? Po në shaq që më prit në degën e planit. Mirë, mirë. Ç'po bëhet o vask? Këtu të jemi të mos e marrin vesh. Ku e di unë? Ik. A më çka ngjan? Si që ka ndodhur drejtorit. Po vjollca ku është? Në degën e planit? Po nuk ishte atje. E po më shikon nga dega industriale. Ju kujtim, do të ruhet i gjallë, jo vetëm nga punojësit e administratës, por nga shitësit, furnitorët, magazinjerët, kollaboratorët, kështu. Drejtori, se nuk e ka hapur. Qyqa! Po, sa i mirë ka qenë i shkreti. Bo. Ndërmarrja jonë do të realizojë dhe të kalojë të gjitha detyrat me qëllim që konsumatorët çfarë ka? Futu ti mare. Futu. Çfarë ka mare? Tani sa po e morën vesh. Çfarë morën vesh? Për drejtorin. Çfarë ka ndodhur drejtorin? Ajo pra që dëgjuam nga ju. Ç'dëgjohet nga unë, ç'dëgjoj. Po ju në pasqyr po ja këndonit. Nekrologjin. Asnjëherë s'duhet të kem në eufori. Ne nuk kemi para asgjë, po të kemi parasysh se punojësit e tregtisë janë shërbëtorë të popullit. Edhe si të tillë, duhet të jenë shembull, edhe model të gjitha drejtimet. Oreza. Prandaj edhe nuk kemi mirë puna. Stakoni ato palanti se po lëm nam. Ato po bëj. Ha pra. Stakoni amplifikatorin, apo ju vjen zor ta shqetësoni shokun koli. Edhe ja thoni të gjitha hapur në sy këto. Po si, do ta thresim edhe do t'ja themi të gjitha. Pse shoku Sami vazhdimisht ndodhi nga ju këto gjëra? Po. Edhe nuk ndodhin me njerëz të tjerë. Po shoku Sami. Po edhe këtë do ta them. Merre pas ke risk. Urdhroni shokun në drejtor. Zhvishu Sami. E po unë vesh të dal la kuriqja shoku koli. Sami. Është i lidhur me ato parlamentin. Do mbetemi zbuluar. Si? Do mbetemi zbuluar si 3 mujor, 6 mujor, 9 mujor. Samiu ka të drejtë, shoqe. Befasia është kyçi i sukseseve në punën tonë. Ajo, shoku Koli. Moza ka të drejtë që sjell kërkesat e konsumatorëve. Po pse më shoqja Vjollca neve tham që shoqja Monda s'pas ka të drejtë kështu? Moza. Po. Ne nuk tham që shoqja Monda s'pas ka të drejtë. Po ngatroni Mondën me Moza. Monda ma ka. Po edhe Moza edhe Samiu kanë të drejtë, më shoku Koli. Po, edhe Monda edhe Samiu kanë të drejtë, sepse kanë të drejtuar si zëvendës drejtori ndërmarrjes, ti janë të drejtë Samiu edhe Mondës. Mozës, emër luleje. Nuk do të rrim tu tani të mbajmë mend emrat e shitse. Shoku Koli. Me që shoqja ka të drejtë, urdhrojeni Samiun ta firmos. Sami. Firmosja Mondës. Po si? Mozës Sami. Mozës. Ama sa vëre dhe ti Sami. Po që bëri Moza, që bëri Monda. Rëndësi ka problemi. Ashtu siç na e theksoi dhe shoku Koli. Drejta kurrizin, se po thyesh dy shoj shkret. Të lutem shumë. Na mallëngjeve vas. U bëra kaq Sami. Po një fjalim të tillë nga një drejtor në këtë ndërmarrje nuk e ka parë historia ndonjëherë. Na, shiu. Sa shpejt i merr kthesa të vas? Po. Nuk të rrotullohen vend. Kujdes shoqja Moza, kujdes. Dorëzohesh në provim me siguri, e pas ke mësuar përmendësh lëndën si papagall. Praktika, pa këto i dim për para të jene. Tu çka ke marrë bilbil? Bukur ligjërove. Po ti për vete ç'po bën që këto mallra mos ecin me qarkullim ngadalshëm. Nuk është faji im shoku Koli, këto mallra sto që janë kot janë ndroj me emrin. Ç'ishte Sami?
Ç'vishu se mbete gjithë ditën me qenë me Arini për tua. A, kam dopsi të madhe për kafshët. Macet mbi kurisi kam bajtur me gjithë se më gërritsin. Jemi në ekspozit jo kopsologjik. Koli, pasit mbaroni ju pres në seksion. E dëgjove shok Sami? E dëgjova. E për qarkulloj? Me urdhër peshkut? Me urdhër tim Sami. Se për ndryshe do qarkulloj edhe ndonjë nga ju që nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga këto stoqe. Oj, merre. Stop stoqeve. Shoku Koli! Shoku Koli! Shoku Koli! Një minutë, Luç. Çfarë kishe? Ashkën të pim me i kafe. Nuk kam kohë. Jo këtë qetësoni për punë të stoqeve. Fajin e kanë shitset që nuk din t'i bëjnë reklam mallit. Shitset ankohen për ty, Sami, që nuk i furnizon në rregull. Kushta? Dyqanet janë plot? Janë me të gjitha ato që duhen? Janë po si. A shkojnë shikojnë? Po, sikur ta pinim një kafe. Vonë tash, nuk kam kohë tash. Ju pse nguteni kaq shumë për këtë punë? Ne presim edhe pak sa të vi drejtori i ri. Mbaje me çe. Jo, zemra na ato që të jeni ju drejtor. Jo se dua të bëj çefin, po e meritoni. Apo jo me çe. Lise me çe. Cigaren jo me gjenë. O, egzofshi. Shumë bukur. Ju pas ka hije. Më duke si e gjatë, më shumë. E gjatë, punë e madhe. Atë man ngrallë. Më man. Ashtu. Ty në ujke lloj cope. E shkurton pastaj dhe një 2-3 pëllëmbe edhe tamam. Vërtet? Egzofshi. Më falni. Mos jeni gjë punoj si tregtis? Nuk ka rëndësi, shoqe. Unë lash një mendim thjesht si qytetar. Edhe unë thjesht si qytetare desha të më jepnit një mendim. Po si? Si më riktheu palta. Apo jo, shoqe, më falni, po s'ju ka fajin tregtia. Jeni një çik jashtë standardit. Ua, troft kollarja. Gjunarët e punës tënde mos u mundot ja u hedhë shtjerve, Sami. E po unë nuk përgjigjem për ekzemplarët e rrallë që krijon natyra. Sipas teje anullojmë ligjet e natyrës, ne? Jo. Jo, po thashë. Ha, Marika, e bët furnizimin? Presi modelet e reja. Po ja ju plot e keni dyqanin. Po, në i modele dhe vjetrohet. Bëj dhe model shokun e drejtor. Rregullo shprehje, shoqe. Nuk ndjekim modën tune. Edhe? Modelet e reja trinet flen magazin? Qëndron vrejtja e shoqes? Qëndron. Qëndron, po unë ndjej porositë të nga ju. Çfarë porosish? Që ti nxjerrim në fund të tremit. Di. Po dhe ju shoqja ma lëvizni. Lëvizini mallrat i shohim blerësit. Po si? Me qëllim që mallrat e timrit i shesim në verë, kurse të verës i shesim në timër. Marr po ti edukojmë blerësit. Po si ti edukojmë? Jepi! Izë me që mëse! Ishtë dorë shpirtin! Na! Kapelen! Teuta, mos haro porosin që t'kam dhënë. Shohim. Jo të shohim, pa tjetër. Urdhroni. Kapelen. Më falni. Përderisa jemi mirë me planin, s'kemi pse nxjerrim mallrat të tepërta në treg. Unë thash të nxjerrim gjerdanet se nuk na prishin ndonjë punë për planin. Ke fitur nga ne Sami? Aman në shoku Koli se, po ngrin qafa duke kthyer kokën vazhdimisht nga ju. Nga mallrat e vendit. E jo nga xhinglet që kërkojnë të kënaqin shihet mikropërgjeset në njerit. Ç'pun ke me gjerdanti? Mbuloj lindën, kam marrë lejen e lindjes së shkreta. Pastaj më duhet një pas tjetër për gruan e atij shok. Prap me shok ti? I qorton nga tarafet. E atij shokut pra që do t'interesohet për emërimin tuaj. Telefoni 4422. Kujdes me këto gjëra Sami se diti që nuk i duroj dotëm. Po, të gjithë e dinë që shoku Koli nuk i duron. A shkojmë lart magazin tash? Shikojmë konkretisht një gjëra e gjerdan mallit. të harroni, ha? S'keni ç'thoni, gjerdane të mrekullueshme. Po, sa do t'i shkonte një nga këta agathis tuaj. A thua? Ky kuqi me fustan të bardh, krye vepër. Qarrataj madhje, ke shihet holl Sami. Kështu thon të gjitha shitset për mua. O po lëri shitset se nuk rrezikojmë planin këtu për të kënaqur orekset e grave dhe të shokëve. Po në përfundën e 3 mujore kemi artillerin e rënda shoku Koli. Kush pyet për këto xhingle? Pyesin. Gjena, do t'i shkonte shumë një nga këta agathis tuaj. E më nxirri se të mbetim mendja te xhinglet. Ja kishe mendja. Edhe dëgjoj këtu. Urdhro. Herë tjetër mos më thuaj se nuk të bëj asnjë lëshim. Jo, po nuk pranoj unë. Po, do ta pim tani një gotë birr. Pa e që kafe si u bë birr. Birr. Birr me bërzoll se na lodhi me çaty ke shtyr veturën. S'ke faj Sami t'japim gishin a mirdorën. Haj ta pim shpejt se vativon. Po si? Para një viti luante me Lazio. Ishte golshënuesi më i mirë. Nuk di po gjatë kampionatit botëror më duket se nuk mori pjesë me ekipin kombëtar. Sa pavon të tjerë më të mirë kanë ata. Futbolli italian Petrit është kulmi i futbollit botëror. Po mirë, do vinë apo, ë? Po, patjetër. Dashë zoti na dal për hajër thuaj. E çfarë hajri mund të presim prej tyre zoti Filip? Xhbut Allah që bësh. Se kupton që vetëm prania e tyre në fush është gjë e madhe për ne. Kur vjen e mira thuaj, hapi derën. Po, shtroj sofrën pastaj priti kur të ngrihen. O, ti Xhevat po nuk e lidhe një çik me politikën, nuk ka derman. Zoti Filip bie shumë keq. Unë nuk thash asgjë për politikën. Rri pash na lë rahat mos na ngatërrot. Jo, faleminderit, nuk dua as pudër as kolonjë. Jo. Urdhëro. Faleminderit. E atikën Petrit. Po.
Tunja tjeta. Tunja tjeta mirë është, faleminderit. Mirupafshim. Unë të kam si birin tim Petrit, dhe dua që të bësh një futbollist i shkëlqyer. Dikur e kam ndëruar vetë këtë gjë, po ja që fati nuk më ecë. Kurse sot është ndryshe. Ti e pesa mirë të pritën zotërit italianë. Prandaj fatin e ke vetë në dorë. Kape. Perëndia të fali dhuntin e futbollit. Dhunti që të bën ta jetosh jetën pa e vrarë shumë mendjen edhe trupin. Po mirë profesor, po ata janë pushtues. Si mund të lidhemi ne me ta? Le të jem ç'të duan, ç'punë ke ti me ta? Kur mos e ngatro futbollin me politikën. Ai synon për një komunitet botëror, pa gjakëderdhje. Ikim se na u bë gjaku ujë. Jepi! Bukur zoti Pavoni. Si që shikoni edhe vetë, djemët e kanë vërtet pasion lojën. Që do, këtu se qanë kokën njeri për sportin. Mos u shqetësoni, zoti. Çdo gjë këtu të ndryshon. Faleminderit. Ju, zoti Filip, përpiquni të na afroni me ta. Patjetër. Ej, ç'bëni kështu tema? Nuk i vjen tur, ndauni më. Po ju të tjerë ç'bëni? Rrini e fërkoni duart. Urdhëroni. Zotërit kanë ardhur të përshëndeten edhe të njihen me ju. Fatmiri, Astriti, Petriti. Oh, Petriti, e njohim. Urime. Goli ishte me të vërtet i bukur. Djema na keni dhënë një kënaqësi të madhe. Ne nuk e dinim se këtu luaj futboll. Por ju premtojmë se do të interesohemi në mënyrë të veçantë që nivelin e futbollit tuaj ta ngrem në nivelin e futbollit vërtet. Natyrisht. Rrugën e kanë celur. Dhe s'është çudi që nesër pas nesër ndonjëri nga këta të los me ekipet tona. Apo jo, Giuseppe? Pa dyshim. E kush nuk e lakmon këtë? Vetë se fati buzëqesh më të mirëve. Ktu e kisha fjalën. Me savura re këtu ka shumë elemente të tilla. Ka. E mrekullueshme djema. E papërfitueshme. Të luani futboll me Juventusin, me Roma, me Lazio. Ah, sikur të isha edhe unë i ri. Profesore, guri rënd në vend vetëmi në shqiptarët. Ç'të keq e ka këtu Fatmir? Funit, futboll po luajmë. Më pëlqen krenaria juaj. Po me se? Zotëri, ecni. Urdhëroni. Zotërit e pëlqyen shumë lojën tënde, Petrit. Bile, zoti Pavoni ka mendimin që ti ke një përgatitje shumë të mirë fizike, por do edhe pak teknikë. Ajo, Petriti është i përkryer në të gjithë elementet. Ashtu është. Tërë këto ambjende i keni në dispozicionin tuaj. Mundohuni të stërvitni mirë djem. Ju faleminderit, zoti Roman. Kështu pra, zoti Filip. Duqja, ashtu si shqetësohet për madhështinë e perandorisë fashiste, po ashtu shqetësohet për shëndetin e rinisë, që ajo të fort për të mbrojtur idealet e fashizmit. Meri Bardhi Kararës, në solisi sheshet dhe stadiumet e qyteteve të Shqipërisë. Zotë Filip, po sikur të bënim një ndeshje midis skuadrave të rinisë qytetit edhe skuadrës aviacionit. Do t'i them Pavonit ta organizojnë një të tillë. Pse jo? Mund të çojmë edhe në Itali madje, të ndeshen me skuadrat tona. Ky do të ishte një nder i madh për ne. Ju lum, Petrit ka qenë i shkëlqyer. Ju transmetoj urimet e veçanta të italianëve. Ai dini që do të luaj me ta. Vërtet? Lajmi i shkëlqyer apo jo? Por duhet të përgatitemi mirë. Prandaj, që nesër të fillojmë stërvitjen në rregull. Duhet mobilizim çuna, mobilizim, të mbuloni mirë Pavonin. Ti, edhe ti. Duket se e pamundesh. Apo jo çuna, edhe një herë. Kujdes kraun e majt, edhe veprimet në qendër. Dalë çka ke bërë. Hajde. Çfarë bën? Androjtje, ne kucim çuna. Hajde, Filip, hajde. Hajde. Pije një kafe nga veçelia. Derime. Jo, faleminderit. O një kafe do ta pish. Nuk më bën bëj një kafe profesorit. Të kishim portierin e Rufes. More Filip, kam dëshirë që të bëjmë edhe një ndeshje tjetër me italianët. Para më kësaj rrallë me një ekip të fortë. Me cili? Me Shprefen. Shprefeja? Nga na mbjell kjo skuadër kështu? Po ja, Petritin, Astritin, Fatmirin, Fredin, Tilin, e plot tjerë si këto. Çka? Mendim interesant. Edhe çunat në stërvisisht. Shkumën tjerë zjarri. O fitore, o s'ka. Vështirë gjërat.
Shumë e vështirë. Nuk ja dalim dot në atyre, si do që të luaj. Është skuadrë me përvoje e Orvulla. Ka të bëj shumë tradita. Apo ke qef në të përvojnë me shkelma? Jo, mërë me fundja loja është, profesor. Ti mos o prek. Kështu është. Gati sa nuk e dërmove me shkelma të pavonin. Pse kotër dja? A ju shenë simpati për ty? Asje qaj kokën fare për këto, profesor. Po tahtën tënde e harrove? Harrove që patë në bizeduar? E di çfarë, profesor? Të ardhmen time unë dua ta gjej vetë. Këtu me shokët e mi. Njeriu nuk jeton vetëm për para dhe për lavdi, po dhe për ca gjëra më të mëdha, të cilat me sa duket i person nuk i kupton dot. Po ti ke në dorë rekomandimin e rrallë të pavonit. Në gjallë pavoni me gjithë rekomandimin e ti. Do me thënë, edhe ti Petrit? Filip harrove kafen. Jo, faleminderit. E piva një të jidhët. Sikur të shtynim pak më vonë. Jo. Ndeshja do të zhvillohet të dielën e ardhshme. Si të dëshironi. Mirupafshim. Zotërin? Pra 4 do t'ju tagroni. Durimi 5, Kovi 6, Tili 7, portier Meti. Meti? Që thoni kështu, profesor? Ç'ke Tili? Nuk të pëlqen? Ajo dihet nga gjithë. Berti e ka hak vendin port. Tili e ka mirë, unë jam për Bertin. Jo, Meti është më i mirë. Jo, po të gjithë të shpresës. E çfarë shprehena që nga kjo? Po Berti është më i shkathët. Jo. Mirë, mos u zini. Portier Meti dhe pik. Ku e lam? Alfi Maj do t'jetë Fredi. Tani se ndërfori. Pse heshti? S'ka asnjë dyshim që këvendi takon Astritit. Jo, zoti Filip. Se ndërfor do të luaj Petriti. Ai s'ka qenë në formë të mirë kohët e fundit. Pastaj nuk dua që të kenë telashe me të. Telashet po na nxjerrni ju, zoti Filip. Petriti është lojtari më i mirë nga ne të gjithë këtu. Po ti do ta kmerrësh kundërtit sepse nuk ndoj i pas. Ne nuk kemi nevojë për njerëz si ti. Formacionet do ta vendosim vetë. Kovi. Tili. Djema. Namo e ti, lëri lalalat. E nëzore përqindin e qumshtit të tuvës e janit. 180%. Mirë me qumshtin sifi. Opo me tufën e janit mirë kemi qenë gjithmone. Po duhet parë përqindja e tufave tjera. Ta haj, dreqi ta haj. Na plasi shpirtin kjo përqindje. U ban 3 vjetë që kemi mbetur të 95 e 97%. Edhe ti maj vajt, ha? Levis një qik. Kontrolloj dhe njëherë shifrat. Kam kontrolluar. Ha be? Me shifrat të nuk luaj. Po kush të tha maj vajt të luash me shifrat? E she o si vi? E she si i merë janë vesh fjallet kjo? Do shkojmë sot për skartimin e tufave. Dil veti se unë jam shumë i zënë. Po duhet shkojmë bashkë të shikojmë në vend përgjegjës, se kështu është rregulli. Na mori shpirtin kjo vatë. Tu një tjeta. Përse e munduar e ke zbritur në tërë këtë vapo, Gjajani? Po ja, për një gotë ujë. Proj është tharë. Dhe kroj lethize po ka shteruar. Në faqin tjetër të malit po është larkë. Për një gotë ujë? Na më lënë një jepi. Ordro, Gjajani. Faleminderit. Marsh një burë të mirë, mbush edhe një. Rosh më imbi, ma kënaqe pa qokën. Hajde miru pafshim. Njeri i çuditshëm. Vjen nga faqja e malit se i pije ujë të sjapit.
Po them që për vitin tjetër do rregullohet sa më mirë kjo punë. E orzo vue në vend ti. Kështu na the edhe vitin e kaluar, që do ta ngresh cilësinë. E çna dhe sot, ta ora kualiteti dytë i tërë. Zuar. Çto të bëj ti, mba? Mua do të më falni. Mu duhet shkoj patjetër në tufën e Janit se ka një dhitë helmuar. Po dalë ose vi ku vetë. Ika mirupafshim. Shiko. Në qoftë se nuk arrini ta shpëtoni, hereni. Të mos vetë dëm mishi. Hajde gëzuar. Të paç. Ku që dreq? Mos të vi se është më keq. O Jani! E të lisqeni se na hengri pa udhi! Ja, tani! A lidhe, o Jani! Hajdeni, se e lidha! Hajde. Tërës të mathe ka këtë qenë Jani. Gjelos, nuk të loti marrësh as një dhit tufës. Si njeri është. Në gjanë të zotë. Si nxënët shkolle e ka gjithë tufën. Kështu ti kishim gjithë baritin. Ashtu është. Jani nuk e bën më nëna. Veç, është sa kokë shkre. E jo, Dorim ja. Bo. Për bes këtu nuk e se çfarë të seleksionosh. Të tëre kualiteti par janë. Po, Jani, si e? E po mi se erdhët. Ku je? Haj. Mirë se djeta, Jani. A u lodhoj, doktor? Vapa në lodhi pak. Jani, nuk besoj të na vonosh. Këtë radhë do të marrim më shumë prej tufës tonë. Ta ngrejmë çik. Usho. Të shohim çdo të na japësh ti se usho. Se ti njeh më mirë. Ç'thua? 3 4 5 6 7 8 9 10. Nuk kam letër që t'ju jap në një duhan. Ore Jani, po si vetëm 10 kokë? Besoj se të gjitha bëjmë shumë se 550 kg. Po flas shukjesim se në kandar do dalim më tepër. Nga ti presim më shumë, Jani. Të kemi barit të pararojës, të kemi vënë në tabelën nderit. Kështu pra, duhem parë më mirë interesat si kooperativ. Nuk të marrë vesh o përgjegjës. Po ja, atë ati e qenë banë. Cilin o përgjegjës, Paqokuna? Po e di unë, Paqokuna, Qapokuna, se ti të gjithve u ka dhënë emra. E po gjej gjallësh o përgjegjës, si ti thrasësh. Ja zotrote, si do të vinde po të rrisim narti, yshë? Mirë, puna jote. Kalojmë atan, Paqokun. Paqoku është për qorë. Ka qënë? Besoj i ka një 85 kg. Për që pasaj? Unë duhet plotësoj boshllëket e sektorit, edhe me qumësh, edhe me lesh, tani edhe me mish, ë? E shikon o si vi? E shikon si flet ky? Si po vlazo përgjegjës? Po si të ta themo Jani? Po thuaj si e ke në mendje, se këtu vetëm jemi, nuk na dëgjon njeri, në mes të malit e pyllit jemi. Si individualist po flet? 3. Më pare edhe privat o shoku përgjegjës. Unë të jap një planin edhe qumësht, edhe lesh, edhe mish bile të mirë, kurse ti me quake individualist. E orë sifi. Mos i argjo fjalët dhe kohën me mua. Fjalët thuaj ti ku e kanë vendin dhe atyre që u takojnë. Ti mos unë dhe. Atë bëj ti o përgjegjës, dhe ke për të marrë atë që duhet të marrë. Ashtu ke për të bërë edhe ti detyrën tënde. Po dale o Jani, dale o burri dhe o. S'dale mo, s'dale. Nuk shpojt kau që të rejtë parmendën, po shpojt ai që nuk qapit këmët. Tufa do kujdes. Nuk skartoj se do të gresh ti cicin. Po pse unë për të mirën time e kam? Për të mirën tënde, po si? Se ndryshe, nuk të marrë njeri përgjegjës po si realizove detyrat e sektorit. Na nga të rove muhabetin, Jani. I çfarë? Unë e kisha fjalën tek Paqoku. Fjallë të qetë Paqokun, se smeti kooperativa për 80 kg e Paqokut. Po mos i fol se ti je i zanatit. Me Paqokun, dalim a nuk dalim fitafit si sektor. Bile, mund të kemi dhe një tekalim të vogël, sa për të qenë brenda, 101 ose 102%. Se do të jesh brenda zotrote, unë Paqokun nuk ta jap. Bisedo vetë me sa në grumullimit, djon? Edhe ke kujdes mos i nxjerr kualitetit të tretë, se pastaj s'dal mirë, ja kështu. Nga kualiteti nuk kemi keq. Pak kemi të tretë. Shumica janë të dytë e të parë. Po, si peshe përgjithshme, aty jemi mangut një 50 cakile. Është qesharake kushta dëgjoj durim. Nuk e realizojmë planin për ish mos gjë. Po punësh jo më? Po ju ç'keni më? Sa shikoni sy në sy? Ha më durin, shalke. E di si është puna kryetar? A Jani, jo se është keq me dorëzimin e tufës. Po qeni qe për aty o Derbardh. Ne me cjepët e tufës Janit bëjmë çdo vit ndërzimet. Me cjepët e dhënët e tij po përmirësojmë rastin e tufave të kooperativës. Po punësh kjo më? Në vend që ta shpërndash të eksperiencë, edhe në tufat e tjera, ke gjetur rrugën më të lehtë, po si? Duke e rënë qaf Janit, jo kështu jo. Kështu nuk punohet. Por është të bëjmë se duhet realizuar plani pa tufën e Janit, nuk e prekja fare unë. Ja kështu. Ne kemi fjalën vetëm për Paqokun, me cilin dalim me tekalim. Po mos si. Edhe 103% dalim, se ai ka një 80 cakile. Apo jo, Sifi?
Nuk është puna për një paqok, Teodori. Se ja po marrin 2 dhë dhe e zgjidhen problemin. Po pse kështu do të ecim ne? Unë nuk po them se nuk ka zgjedhje tjetër. O kryetar. Madurim. Nuk pret puna. Po pse? E ke militarin ngryk. Sot është afati i fundit i dorëzimit. Me paqokun dalim disa kile mbi planin. Qoftë edhe 1 kile mora man, vetëm ta tekalojmë një herë. Se duket sikur s'po punojmë fare, kryetar. Unë kritikoj Barit, ti po më kritikon mua, ata më lart po bam ta ngopin ty. Në fundit ti përgjigjesh për të gjitha. Ore Durim, ky paqoku mos është djali që japi plak? Jo se 10 vjet ka kërkuar ta mbaj, prandaj. Ai ka 3 vjet që na lutet. 3 vjet që e ka zëvendësuar si për çorr me bigashin. Ai mban sjapin për sentimentalizëm ne hadrun komitet. Bam. Po mirë. Me gjesh puna kështu, i thoni Janit nga na ime ta marr paqokun ta çojë vetë në qytet. Po të në Janit kush ta mbaj? Lilo? İlk se tamam İge. İge arama. Cako, ha? Do të punosh këtu tek ne, domethënë. Çfarë do të japim ty orshëm? Ato që kisha mi përlau Gjermani. Na shkatroj të gjithë dhe kjo në kuar luft. Mua pa mal, pa gjë. Ty pa familje. Mirë. Qomja, do të mësoj të njohësh mirë zanatin. Hajde. Qome. Qënë të djellë? Pak. Shumë pak. Helbete, po të shohësh gjithë ditën filma, nuk ke si shetë. Shiko qo, ashtu si kemi punët mirë bashkë. Në mos po, qëro nga unë. Ja se kemi shitur ne, zoti Qani. Të lumë të djallë. Ky që e ka për herë të pare dhe ka shit më tepër se ju. Jo, zoti Qani, unë nuk kam shit gjithë. Shtu, Morti. Dale, more. Po pse nuk kemi shitur bashkë? Dale, Morti. Dashke edhe të më hedhësh, zotërote. Do me thënë, ti mi merë paketat mua për t'ja shitur atyre horrave tuaj. Dhe më sjellë këtu paret e bigjozit, gjoja për t'i për nderë këti. Po jo, Arçun, nuk ma hedhë do të mua. Morë vesh, nuk ma hedhë tot. Të lumë të djallë. Ja kështu t'i jesh gjithmonë, i ndersh. Kështu duhet njerëzit. Thyeni qafën. Të pak në parat e mija, zoti Qani. Ato para nuk janë të ndershme. I ke fituar mbi gjos. Gremiso. Na, Orti! Na! Sa kanë se e prek me dorë atë, s'ke më punë në dyqanin tim. More vesh? Hajtë, nisu! Pis! Ju të dy me tezgat. Qomja për sot është dënuar. Hajtë. Tef, mos brit në për kinema. More vesh? Unë nuk di qesh. Do të mësojsh, vogëlush. Do të mësojsh. Hajtë. Thërrit sa më shumë. Qome, kam pak punë me ty. Qani, Qani, Kefa. Ky është e Deloshi për të cilën ke folur. Po, ai vetë është. Ja, pra ky është një shembull i lartë bujarie. Ç'të bëj? Po pikoj në shpirt të shkretat jetim. Zoten këtë kërkon nga ne edhe qeveria e re. Po, kamarier. Një çokoladë vogëlush. Zotri. Vetëm se si ky ka me mira. Zoti Qani. Ja për shembull ju. Mere Delo. Mund të vini kandidaturën për deputet. Unë me gjithë qef do t'jep një votë. Faleminderit zoti avokat, po unë s'marr vesh fare nga jurisprudenca.
Ju po? Po ti çmëri këtu. Hajde, nis. Tefa zoti Qani është shumë i smur, është truar në spital. A marrë se si o gjendje juve. Nis. Po ti? Ti të zdeshe këtu morë qene birë qeni. Solla kafe, sotri. Mos ftohet. Si këtër ti me gjithë kafe? Unë të marrë shpirtin. E more vesh? Ti nëzirë sytë me dorën time. Po unë. U të rëmbë vogëlush? Skajgje. Bëra shaka. Gjë dhe sakun. E kërkova ku do, por nuk po e gjej. Ha, do biqi. Të ma gjesh me dojë mos, edhe në fund të varri pa që futur. Ik tani. Ajde të req ka parë gjithë shka. Na. Kalog në zyra avokatit sonde dhe i thuaj për atë punën. Të t'jem me dorën tënde, zotëri. Pa ma jetë të marjepësh. Mendoni, zoti avokat. Ngërkon 20.000 franga në dorë për çdo milion të ullur nga tatimet e luftës. E që janë 20.000 franga për ty? Ti he i krimbur në arë. Veç mira kuntal me miell që ke aty. Bë, unë i arsyeshëm, zotëri. Mallrat po më prishen, duhet i shes. Asgjë nuk e përcitur. Sak Mordian, ku me ti kështu? Ke arë si me parosi, e cëllit më qanë. Hajt. S'ke? Ke frikë nga unë? Po ne kemi galuar mirë bashkë. Hajt. Qani, kyri me atë partizani, ka për të treguar tërë ati. Ky mi shtërës, ha? Ha, kopu, ki pjerë, kopu. Lera këtë pranë, hajtë! Lëshom! Qani, qëto të bëhet në voglush? Edhe kyna duhet tani. Mos kini me ranë. E regullan qomi atë putë. E të këtë me granë, hajtë. Qani Tabaku, ku janë fëmijët? Nuk e di. Ata kanë kohë që nuk kanë ardhur në dyqanin tim. Arshin, e di unë ku mund t'jen ata. Kush je ti? Tefa, shoku i Cakut. Pa? Te Kukumjaçka. Jes pa. E pate, sa i thonë ti thuash deri taj? Kam filluar të bëjnë naze. Ranë përpjekje me italianë zëtë jazim. Kjo punë po bëhet gjithmonë me vështirë. Se kanë filluar të ngatrohen dhe ata, të nacionalë shkrimtares. Mos duan gjë pjesët ata? Ata e quajnë vetën qeveri dhe duan të vendosin ligjet e tyre. Çdo shteti avë kufit kontrabandës. Ne i lançim ne. Tani që ngritën edhe çetat e ballit, do të këndojë ndryshe qyqja. Megjithatë, herë duke shtrënguar dorën, herë duke e liruar, ne duhet bëjmë për vete sa më shumë njerëz. Jo vetëm për fitimet tona. Duke në shërbyer ne, ato janë më afër nesh se sa nacional shqiptares. Po ky drejt oficeri çdo më. Ne sikur ja luajm rrotën. Po në shtarësh. Urdhrin e kishin zinë projëm, po ka frika dulnaç. Pago se zot. Ishte gjithaj më. Kaq më dha. Po zbesuat pyeteni vetë. Vetëm emri ka një lloj kukullë. Këto janë për ty. Besoj e kënaq. Kush je? Hape. Kush je ti? Mos ke frikë, o Xhazat. Jam unë me zotin Qazim. Po pse që unë mes natës? Na prish makina rrugës. Mi serve zotë Gjezim. Urdhroni prandë. U lodh je. Tregoj shoferit ku të shkarkoj. Çfarë sollte? Krip, shuaj, lëkur, ca kuti me çikollata, kuti qumshi, edhe ca ilaçe për andej. Afroje makinën. Se kush po na e hedh nga ju të dy nuk po e marrin lesh. Zotë Gjezim. U bëhe dyta herë që po mi thua këto fjalë.
Deri sa dyshoni, merreni mallin edhe shpjereni gjetër. Që tani? Jashtë në tani. Shiko. Po na tregon dhe rrugën. Që kur kështu Xhezat? Mirëbesimi është ligji numër 1 i kontrabandës. Ju nuk doni ta kuptoni këtë. Ishte kota të tash. Zoti Xhezat, mjafton të luaj pakës gishtin. Ç'është kjo? Edhe plumit do të dalë në anën tjetër. Edhe nga ky bark i fliqur, mirëbesimi që ka ligji numër 1 i kontrabandës. Bukur shef, Mirë. Do të presim sa të kthehet edhe Angjeli, e t'i shohim të gjitha me radhë. Ama po që se na ke hedhur, të mori lumi ty me gjithë dyqan. Pra, kjo e ka radhën më vonë. A e di që jemi pangrën? Po shkoj të përgatit si qka. Për një farë mirë. Njerëzit e mësuar, merren vesh me njëri tjetrin. Ku je, o Angjel, ku je? Kam gjithë ditën që po të pres. More male? Po në rrugë, po në les, po në afton brenda? Po. Kur u ktheve? Sot në mëngjes. Malli me qove në vend. Zoti Qazimi, zoti Kasem janë miqtë e mi. E në sytë e tyre mund të flasë pa frikë. Angjeli, nuk të tha ta shekërënja. Pa i du të vinte me ty. Ja, nuk më tha gjë. A i du të vinte me të mbretur malli. Po tani që s'pa vjen as ai, as parat, si i bëhet? Mos nuk jetë rëzuat ati në dorë, jo? E sa të vej, nuk të lejoj të flasë shumë me mua në shpintime para tjere. Ti ma një ndërshmëri. Se të thash nuk të vrava, Manjel. Pse nuk vjen të qëroj logarita i kapuk? Është jam me leqar ata floriri, mërzatëri. E lakmojnë të gjithë. Po dëftes për mallin që mori të dhagje? Dha një cop kartë, po, se që shkruar në të nuk e di. Tu asjo? Mos ka ndërmend në lërpendet e i shef. Xhezat duhet veç pa tjetër të na e sjellësh. Morë vesh? Pandej kërcet kjo? E çfarë? Ishte na i kokën ke madhe. Rastësisht, dëgjova se po i thoshe dikujt se nesër do vinte testanët e kripës. Po nuk u sqarua puna me Angelin, ti je i mbaruar Xhezat. Prandaj mos u përdërit si ngjall. E liesh me shtë rruga? E lirë. Po me që edhe mbi mua rëndon dëshimi, po ju shoqëroj bashkë me Timbir. Po ju sjell edhe kartën. Duhet të takojnë pa tjetër. Sot më besohet këmishës që ke veshur, e jo me ortakut. As një lëvizje pa qesi ullim se të koka. Të bukur e pas këtë zakon e mikë pritë shqiptarëve. Nuk duha si fjallë. Kam të gjuar bol. Jashtë. Jashtë tash! Me qirina i gjete këtë njeri? Ku të shkosh me pushtit? E pate? Rrini urë se të ju njësë juve për natë botë. A lëvis! Ky është peshku i madhe kontrabandës. Ja dhe peshku i vogël. Unë jam
kafshë Samarit.